Roli i Bankës Shqipërisë, i Bankës Shqipnisë në atë kohë ishte themelor për krijimin e fillesave të sistemit financiar shqiptar. Deri në vitet 40, pra nga krijimi i bankës në vitin 25 deri në vitet 40, fenomenet që ndodhen në zhvillimin dhe transformimin e sistemit financiar ishin mjaft rëndësishme dhe shumë pozitive për krijimin dhe zhvillimin e një ekonomie tregu fillestare. Pas aktit themelues të 2 shtatorit 1925, për Bankën Kombëtare Shqiptare hapet plotësisht rruga e operimit në tregun financiar dhe monetar. Për ekonominë e vendit nisi një epokë e re. Pavarësisht disa devijimeve nga akti themeltar, zhvillimet në vijim ishin të vrullshme. Banka ishte një projekt sa financiar aq edhe politik. Në planin afatgjat, secila nga palët, shqiptarët në njërin anë dhe italianët nga ana tjetër, nisur nga këndvështrimi i tyre që nuk ishte i njëjtë, e shihnin bankën si një instrument me rëndësi etike. Do të kemi parasysh që raportet shqiptarët italiane në atë periudhë, edhe në fushën e ekonomisë dhe të diplomacisë, ishin si një firzamonik. Pra italianët përpiqeshin të pundonin ndikimin e tyre, politikën e tyre në Shqipëri, edhe në aspektin ekonomiko-financiar, ndërsa shteti shqiptar dhe politikanët e kohës përpiqeshin që të rezistonin maksimum këtij presioni. Shqipëria donte të ndërtonte sistemin e vet financiar, të stabilizonte dhe të sistemonte të gjithë ekonominë, sepse banka është shtyllë qendrore për sistemin e ekonomisë, por dhe sistemin financiar në përgjithësi, të krijonte monedhën e vet kombëtare që nuk mund bëhesh pa bankën, sepse Shqipëria kishte një konglomerat monedhash që ishte jashtëzakonisht i dëmshëm për ekonominë e vendit, por dhe për stabilitetin e tij. Njëkohësisht Shqipëria kishte interes të madh edhe që të financonte ekonominë përmes kësaj banke, sepse Shqipëria kishte një sistem të financimit të jashtëzakonisht prapëmbetur dhe shumë abuziv. Italia erdhi që Shqipërinë ta bashkonte me territorin italian, të realizonte atë ëndrrën e famshme të traktatit të fshehtë të Londrës të 26 prillit 1915. Dhe në funksion të kësaj strategjie, ajo ndërmerrte çdo lloj hapi. Italia kishte interesa politike, kishte edhe ajo ekonomike, sepse politike ishte që donte të vendose atë që thash, një kontroll politik me Shqipërinë, një influencë madhe politike, ekonomike donte të financonte investimet e veta përmes bankës në Shqipëri dhe të kontrollonte ekonominë shqiptare, të merrte pjesën e luanit, të merrte aty koncesione të tjera, monopole të tjera të vendoste në Shqipëri. Banka nuk kuptonte kontrollin ekonomik dhe financiar të një vendi. Dhe kush ka financat dhe ekonominë e një shteti, ai mund të komandojë edhe politikisht, pra mund ndikojë edhe politikisht tek elita politike apo drejtuese të një shteti të caktuar. Përdorimi i gjerë i monedhave prej ari dhe argjendi në kushtet e mungesës së sistemit monetar vendas vërtet e kishte shpëtuar ekonominë shqiptare nga humbjet të mëdha që pësuan vendet europiane në periudhën e pasluftës, por nga ana tjetër kishte krijuar një ngërç shumë të madh. Së pari ishte gati e pamundur llogaritja e saktë të ardhurave për arkën publike. Qarkullimi thjesht metalik prej kohësh ishte kthyer në një pengesë serioze për shkëmbimet tregtare dhe pagesat me vlera të mëdha. Në këtë kuptim, emetimi i një monedhe kombëtare dhe ndërtimi i një sistemi të plot monetar ishte nevojë urgjente. Drejtuesit italian të Bankës Kombëtare Shqiptare, që e njihnin shumë mirë situatën, paralel me gjetjen e ndërtesave ku vendosën fillimisht degët në Durrës dhe Tiranë, dizenjuan serinë e parë të monedhave dhe kartmonedhave shqiptare. Më 15 shkurt 1926 filloi emetimi i monedhës franga ari shqiptare me nënfish lekun. Ishte një seri e plot kartmonedhash e monedhash ari me nënfishat e tyre në metale të tjera, argjend dhe nikel. Për herë të parë në histori, Shqipëria kishte monedhën e vet kombëtare. Në 13 muaj, nga 28 shkurti 1926 deri më 31 mars 1927, stafi teknik italian i Bankës Kombëtare Shqiptare nisi një program të ndërlikuar të zëvendësimit monetar, që largoi gradualisht nga tregu të gjithë kartmonedhat dhe monedhat ekzistuese, duke ia lënë vendin emisionit të parë shqiptar të monedhës. Në këtë drejtim, italianët u treguan radikal. Adolfo Gulinelli, në punimin Shqipëria dhe riorganizimi i sistemit të saj monetar, shkruan: Profesor Kalmes, me njohjen e nevojës urgjente për krijimin e bankës emetuese për Shqipërinë, kishte rekomanduar që në treg duhet të qarkullonte një kartmonedhe shtetit krahas monedhave të tjera.
Banka nuk e ndoqi mendimin e ekspertit të lidhjes së kombeve dhe nuk e pata arsyeshme që kartmonedat e saj të përfaqësonin një njësi shtesë në qarkullim. Ajo e adresoi problemin duke dhënë një zgjidhje që i dha Shqipërisë një sistem të ri monetar, të plotë dhe autonom. Amedeo Gambino në punimin Lidhjet ekonomike ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë i jep këtë përcaktim. Emetimi i frangës shqiptare ishte vërtet e veçantë. Në përputhje me traditën e Shqipërisë, u krijua barazia fikse e arit me frangën shqiptare me nënfishat lek. Kjo barazi nuk kishte vetëm karakter nominal, siç ndodhte në shumë vende të tjera. Mundësia e shkëmbimit kartmonedhave me monedha ari nuk ishte vetëm nominale. Kjo u përdor për të garantuar kartmonedhat e lëshuara nga banka, duke zvendësuar monedhat që ishin prej shekujsh në tregjet e Shqipërisë. Do të ishte krejtësisht e pamundur që ndërtojë një historik i sistemit bankar pa ndërtuar një sistem monetar. Pra nuk mund të ekzistojë banka edhe sistemi bankar pa një sistem kontar monetar. Kështu që ishte element thelbësor në mënyrë që vërtet Shqipëria të thithë bazat e një sistemi të bankave qendrore duke imituar praktikat e gjithë vendeve të tjera. Hapi i parë që u bë ishte shtypja dhe hedhja në qarkullim e monedhës shqiptare bazuar në frangën ar dhe në fishin e saj lekun dhe qëndarkën. Sigurisht kjo ishte e mbuluar me 1/3, pra kartmonedha në treg mbulohet me 1/3 me ar, pra mbulim pjesor me arin. Arritjet e bankës qendrore në fillimet e saj ishte kompletimi ose bërja e Shqipërisë me monedhën e saj. Banka pastaj ndërtoi sistemin monetar në Shqipëri me monedhën kombëtare, e cila ishte monedhë shumë e fortë, ne e dim, që ka pas ajo avantazhet e veta, por ka pas dhe dizavantazhe. Në atë periudhë italianët do përpiqen që tek kartmonedhat shqiptare të imponojnë simbolet e tyre shtetërore, por politikanët shqiptarë prapë në këtë periudhë përpiqen maksimum që këto simbole shtetërore të Italisë të hiqen nga kartmonedhat dhe monedhat shqiptare. Kam përshtypjen që ky është një nga eksperimentet më të rëndësishme për historinë monetare dhe është në gjykimin tim është një eksperiment ndër më të suksesshmit. Qarkullimi masiv i monedhave të arit dhe parapëlqimi i shqiptarëve për to ishte një fakt i njohur gjërësisht në atë kohë. Drejtuesit e Bankës Kombëtare Shqiptare e përdorën këtë si përparësi. Futja dhe qarkullimi me sukses i frangës shqiptare u përcaktua pikërisht nga mbajtja e standardit të pastër të arit në qarkullimin monetar. Profesori Aristotel Pano në punimin e tij Sistemi monetar i standardit të arit në Shqipëri 1912-1938 shkruan: Studiuesit e sistemit monetar të Bankës Kombëtare Shqiptare e kanë cilësuar si një sistem të standardit të cunguar të arit. Ndryshe shkruan Amedeo Gambino, njëri nga drejtuesit e lartë të BKSH-s, që nga fillimi banka miratoi parimin e zbatimit të këmbimit të pakufizuar të kartmonedhave me arin, duke shndërruar sistemin me një standard të pastër të arit, një vendim i guzimshëm por i domosdoshëm për të kapërcyer mosbesimin e një tregu të mësuar të përdorte monedhë të fortë. Situata ndryshoi vetëm pas vitit 1932, kur për shkak të ndërlikimeve të krizës botërore të 29-s u vendosën kufizime në qarkullimin dhe këmbimin e monedhave të arit, duke kaluar në një fazë të dytë të aplikimit të standardit të arit, që quhet standardi i shkëmbimit të arit. Ata, duke hedhur në qarkullim fillimisht kartmonedha pafund, grumbulluan në depozitat e bankës gjithë arin që qarkullonte në Shqipëri. Synonte që përveç saj të grumbullonte arin që ndodhesh në individ apo qytetar të ndryshëm, pra ishte politike qëllimshme që ndiqesh nga ana e Bankës së Shqipërisë. Dhe banka me mençurinë e atyre njerëzve që e drejtonin, i mlodhi gjitha këto dhe i futi bashkë me këto arturinat aty në depot e veta. Zgjedhja që bën Banka e Shqipërisë, Banka Kombëtare Shqiptare, për të adoptuar standardin e arit shkon në linjë me praktikat që kishin ndjekur të gjithë bankat e tjera qendrore dhe në gjithë vendet e botës. Kështu që ishte një nga praktikat më të suksesshme, mendoj, dhe dihet tashmë që standardi i arit ka dëshmuar që garanton një qëndrueshmëri të çmimeve dhe duke garantuar një qëndrueshmëri të çmimeve dhe të mbrojtjes vlerës pasurisë, është një element thelbësor për të stimuluar më shumë investimet, për stimuluar kapitalin, tregtinë dhe për të mbështetur zhvillimin ekonomik. Dhe adoptimi i standardit të arit e bëri monedhën shqiptare paq të besueshme sa franga zvicerane, sa gjithë monedhat e tjera të fuqishme të asaj kohe.
Studiuesit shqiptar të ekonomisë, ndërtoj Ilias Fishta dhe Veniamin Toçi, në punimet e tyre këmbgulin se banka, duke impunuar një politikë monetare teje të shtrënguar dhe deflacioniste, ka ndjekur vetëm qëllimin e italianëve dhe ka frenuar zhvillimin e vendit tonë. Drejtuesit e Bankës Kombëtare Shqiptare kanë këmbgulur se ata, gjatë gjithë periudhës, kanë ndjekur një politikë të shëndosh monetare, që sipas tyre çoi në krijimin e një monedhe të fortë në Shqipëri. Politika deflacioniste, sidomos ndërmjet viteve 1925-39, ka qenë spikatur edhe në shumë vende të tjera. A kishte një shpjegim për këtë? Gino Borgatta shkruan: deflacioni, kontrolli i çmimeve, kishte për qëllim jo aq shumë ruajtjen e fuqisë blerëse të popullsisë, të ardhurat e së cilës u ulën më shumë për shkak të krizës, por përkundrazi, synonte shmangjen e inflacionit relativ, i cili mund të rrezikonte stabilitetin e kursit të këmbimit dhe qëndrueshmërinë e monedhës. Banka ndoqi një politikë shumë interesante, politikë bankare shumë interesante, politikën deflacioniste. Ç'është politika deflacioniste? Është e kundërta e politikës inflacioniste. Lënë në qarkullim shumë pak monedha, me qëllim që njerëzit, duke mos pas monedha, të heqin unazat, të heqin vatët, të heqin varset, dhe të shkojnë të blejnë me këto. Dhe grumbulloi një sasi kolosale. Banka ndoqi një politikë deflacioniste në Shqipëri, e cila ka qenë një politikë që ka pas në një anë pati anën pozitive se bëj një monedhë të fortë dhe shumë të respektuar në tregjet ndërkombëtare, dhe kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë e vogël, por nga ana tjetër sigurisht që dëmtoi eksportet shqiptare, dëmtoi prodhimin shqiptar. Nuk mundet një vend që adopton standardin e arit të rrisë stokun e paras në mënyrë të pabazuar në asgjë, sepse një para e emetuar nënkupton një borxh, një detyrim. Këto janë disa liçi të politikës monetare që atëherë kanë qenë më rigoroze, tani janë relaksuar sepse nuk e bazojmë më paran letër tek ari. Për nevojat e qarkullimit monetar, banka filloi mbajtjen e indekseve të çmimeve me shumicë. Në drejtimin e një profesori të njohur italian të kohës, një grup pune regjistronte çmimet në tregjet kryesore të vendit, në Shkodër, Durrës, Tiranë, Vlorë dhe Korçë, për 16 grupe mallrash, sipas një pikëzimi të bazuar në peshën e drejt për drejt dhe rëndësisë në treg. Përkundër shëndrimit të ashpër që kanë mbajtur studiuesit shqiptar, mjaft prej tyre të nisur nga pozita ideologjike, nga shpjegime italiane të kohës, edhe pse nuk janë mjaft të ndryshme në qëndrimet e atij lloji, pra ideologjike, në aspektin strikt financiar sjellin shumë më tepër të dhëna. Një argument që shkon në favor të tyre është dhe trajtimi i gjerë i problemit monetar, pra duke e parë ato të lidhur me raportet e ekonomisë së vendit dhe ato ndërkombëtare. Sipas tyre, tendenca ka qenë e njëjtë në të gjithë tregjet e vendeve me të cilat Shqipëria kishte shkëmbime tregtare, përfshirë dhe Italinë si partneri më kryesor. Bazuar në këto indekse dhe zhvillime në tregjet e tjera, banka ka kombinuar qarkullimin monetar me rënien e çmimeve. Në fakt, nëse ndjekim strikt indekset, qarkullimi duhet zvoglohej, kur në realitet sipas shifrave zyrtare ka patur rritje graduale të qarkullimit monetar. Pas krijimit të monedhës kombëtare, banka hapi një epokë të re në kreditim dhe depozitimin e parave. Në aspektin e kredis, ajo i dha fund hegemonisë së fajdegjimve, ndërsa në atë të depozitave, i nxori parat një herë mirë nga qypat dhe dyshekët. Bazuar në publikimet e bankës gjatë periudhës 1925-1939 deri në pushtimin e vendit, depozitat bankare patën rritje relativisht të madhe. Studiuesi Ilias Fishta në veprën Sistemi monetar në Shqipëri 1925-44 vëren se ritmet e rritjes së depozitave bankare kanë qenë në raporte shumë më të larta se ritmet e rritjes ekonomike dhe të prodhimit vendas. Banka u bë një thithse shumë e mirë e kursimeve të shqiptarëve dhe rriti shumë kapitalin shqiptar të kursyer, sepse ishte kapitali fshehur që rrinte i thesarizuar në brenda familjeve shqiptare. Një analizë të hollësishme e curisë së depozitave dhe kredive ka bërë studiuesi italian Gino Borgatta në punimin e tij Monedha dhe kredia në Shqipëri. Sipas tij, nga 1926 deri më 1930, depozitat e kursimit rriten nga 43.000 franga ari në 1.237.000 franga ari, pra një rritje rreth 30 herë. Pas vitit 30, si pasojë e krizës botërore, vlera e depozitave të qytetarëve bie, dhe kjo është e shpjegueshme. Pas 1936-s filloi përsëri rritja e depozitave të qytetarëve, të cilët në mars të 39-s
janë raportuar në vlerën e 1.609.000 frangave të arit. Depozitat e qytetarëve që i specifikuan më sipër, sigurisht përbënin pjesën më të vogël të parave që mbaheshin në bankë. Shumë më të mëdha ishin depozitat e biznesit, të cilat mbaheshin në llogari rrjedhëse dhe në forma të tjera, si për shembull çeqe. Rritja e depozitave shtonte vazhdimisht edhe mundësinë për kreditim, por në këtë aspekt banka ndoqi një politikë shumë më të kujdesshme dhe u tregua shumë e shtrënguar. Gjatë periudhës 1925-38, kredia e akorduar ka qenë jo më shumë se 28 dhe 33% e kredisë vjetore të autorizuar prej vetë bankës. Banka shërbeu edhe si një investitor i rëndësishëm, kreditor i rëndësishëm për ekonominë e Shqipërisë. Megjithëse kredit kryesore ja dha kapitali italian, por ja dha kapitali italian që bëri investime në Shqipëri. Sigurisht kreditoi edhe kapitalin shqiptar. Karakteristike e kredisë do të jetë rritja graduale dhe dominimi i kredive me vlera të vogla. Sipas të dhënave të bankës, në periudhën 4 vjeçare, nga 1927 deri më 1930, nga numri i përgjithshëm prej 982 kredish të dhëna, 61.2% ishin kredi me vlerë deri në 5.000 franga ari. Deri më 1938, kredit shumë më të vogla deri në 500 franga ari zën jo më pak se 1/3 e totalit të kredisë së dhënë, ndërsa kredite konsideruara të vogla deri në 5.000 franga ari janë gjithmonë më shumë se 2/3 e sasive të kredive të dhëna. Fluksi i kredive natyrisht shëndikoi edhe normat e interesit, të cilat gjithsesi mbetën të larta. Në fillim, norma e aplikuar nga banka për kredidhënien ka qenë 12%. Më pas, në vitin 1927, kjo normë ul në 10% dhe më vonë ra në 9% dhe ky nivel mbeti deri në midsin e viteve 30. Në 1936, normat ranë në 7 dhe 6.5%. Uljet vijuan edhe mëtej në 37 në 6% dhe mbetën të pandryshuara deri kur tregjet e paras u unifikuan me Italinë në mars të 1940-s. Krijimi i Bankës Kombëtare Shqiptare erdhi së bashku me premisën që tregu të zgjerohej dhe të krijoheshin hapësirat për operatorë të tjerë. Ndër bankat e para që hyrin në tregun shqiptar që Banka e Athinës. Më 1927 ajo hapi në Shqipëri 2 deg, një në Durrës, një në Korçë. Shpejt, ajo u fut në tregun e kredisë, madje i dha një huat të përkohshme edhe qeverisë shqiptare. Por në 1928, italianët arritën një marrëveshje kompromisi me Bankën e Athinës dhe përkundrejt një shpërblimi, ajo hoqi dorë nga veprimtaria në Shqipëri. Ndërkohë në mars 1927 u mbyll edhe dega që Banka Shqiptaro-Serbe pati hapur në Shkodër që para krijimit të BKSH-s. Italianët vazhdimisht u përpoqin që të mbeteshin të vetmit në treg. Mjaft ide nga sipërmarrës vendas dhe bashkëpunimeve të huajt për një bankë tjetër dolën pa sukses. Po ashtu, dështoi edhe projekti për krijimin e Bankës Bujqësore në vitin 1931. Situata mbeti e njëjtë deri në fillim të vitit 1934, kur jugosllavët, të mirëpritur nga autoritetet shqiptare, hynë për së dyti në tregun bankar shqiptar. Më 6 maj 1934, dega e kësaj banke filloi operimin me një përurim që pati jehon në kryeqytetin shqiptar. Në 1937, mbreti Zog, pas gjithë përvojave të hidhura me italianët, hartoi një program ekonomik që parashikonte krijimin e një banke tregtare dhe krediti me kapital shqiptar. Sipas historianit Bernd Fischer, mbreti solli në Shqipëri me shpenzimet e tij një specialist gjerman i cili studioi mundësitë për hapjen e bankës. Në korrik të 1937-s u firmos dekretligji dhe u krijua Banka Bujqësore e Shtetit. Në fund të vitit, ajo hapi degën e parë në Tiranë dhe më pas në Korçë, Shkodër dhe Vlorë. Hapjen e Bankës Bujqësore, italianët e shfrytzuan dhe në këmbim të premtimit për pjesëmarrjen kapitalin themeltar për Bankën Bujqësore, kërkuan hyrjen e një tjetër banke italiane në Shqipëri. Më 1937, Banka e Napolit hapi degën e saj të parë dhe më pas e shtriu aktivitetin edhe në qytete të tjera. Banka krijoi sistemin bankar, pra shërbeu si shtyllë e sistemit bankar, u krijuan pastaj banka të tjera në Shqipëri të nivelit dytë, si Banka e Napolit, Banka Bujqësore, Banka Jugoslave, etj. Po ta shohësh nga këndi i rolit që ka Banka Qendrore, vërtet që në ato momente unë do të thoja që ato kanë pas perspektiven tamam për të krijuar dhe një sistem bankar si sistemin e sot 2 nivelesh, me një bankë qendrore dhe me banka. Fakti që pati Bankë Bujqësore, fakti që u fut nëpërmjet Italisë edhe banka e real estate-it,
Të dyja këto ishin shumë të veçanta, gjë që sot ne nuk i kemi. Kjo është gjë shumë e madhe, të krijosh sistemin bankar, pra nga i bankë qendrore krijohet një sistem bankar që është gjë shumë e madhe, e cili pati ndikim pozitiv për zhvillimin e ekonomisë, për financimin, kreditimin e saj. Kështu, në fund të 1938-s, në Shqipëri mori formë sistemi bankar. Në vend operonin Banka Kombëtare e Shqipërisë me 8 deg, Banka e Napolit me 4 deg, Banka Bujqësore e Shtetit me 4 deg dhe krahas tyre që nga 1934 ishte dhe Banka e Eksportimit e Beogradit me vetëm 1 deg në Tiranë, e cila u mbyll në 1939-ën. Pushtimi ushtarak i Shqipërisë nga Italia në 7 prill të 39-s krijoi për bankën një situatë krejt të re. Në pak ditë u ndërtua një kuadër i ri institucional. U hoq plotësisht standardi i arit. Franga ar u zvendësua me franga shqiptare. Ndryshoi rrënjësisht mënyra e barazimit të frangës me liretën italiane dhe valutat e tjera. Një frangë shqiptare u barazua me 6.25 lireta italiane dhe mbi këtë bazë përcaktoi raporti me monedat e tjera. U vendos shtimi i qarkullimit monetar. Në fund të 39-s, sasia e kartmonedave në qarkullim u dyfishua për të vijuar dhe më pas me rritje galopante. Më 30 dhjetor 1940, shuma e banknotave në qarkullim arriti në rreth 80 milion franga shqiptare në fund të korrikut dhe kulmoi në rreth 200 milion franga shqiptare. Kjo sigurisht që e zhvlerësoi monedën vendase. Studiuesi Ilias Fishta shkruan: karakteristike tregut monetar në periudhën e pushtimit italian ishte zhvletësimi i monedës në përpjesime të mëdha të papara deri në atë kohë. Banka Kombëtare Shqiptare u bë mjeti më i fuqishëm që përdorën italianët në përgatitjen dhe realizimin formal të pushtimit dhe ekspansionit të tyre në Ballkan. Tregu bankar ndryshoi menjëherë. Banka di Napoli e thithi Bankën Bujqësore, ja mori funksionet e saj në fund të periudhës, edhe Banka Nazionale del Lavoro vazhdoi punën derisa pastaj Italia iku dhe falimentoi. Pra përpjekjet kanë qenë për ta bërë jo thjesht bankë të emetimit kartmonedës, jo bankë të mbajtjes thesarit të shtetit, jo bankë të trajtimit valutave, por edhe një bankë që drejtonte zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin bankar sipas nevojave dhe po themi perspektivës së vetvendit. Duke nisur nga 39-a, rjeti bankar u zgjerua. Në fund të 42-shit, 3 bankat italiane kishin një rjet prej 33 degësh, përfshirë edhe degët në Prizren dhe Tetov. Por Oreksi italian mori fund me kapitullimin e shtetit italian. Po aq drastik sa në prill të 39-s për Bankën Kombëtare Shqiptare, që ndryshimi i situatës me pushtimin nazist, por rrjedha u kthye në të kundërt. Në aspekt informal, gjermanët propaganduan vetëqeverisjen shqiptare. Ndryshoi edhe një herë tjetër baza ligjore. John Kamsi, një nga punonjësit e BKSH-s në atë kohë, në punimin e tij të mëvonshëm, Banka dhe Moneda Shqiptare 1344, shkruan: organizimi i përkohshëm i shtetit shqiptar deshi të tregonte interesimin e posaçëm të tij për Bankën Kombëtare të Shqipërisë, duke sjell aparatin mbarshtues sa më të plot në atë veshje kombëtare që duhet kishte qysh në zanafillën e saj të vitit 1925. Me ordres numër 32 të datës 19/10/43 u caktuan bazat e këtij shndërrimi organizues të Bankës Kombëtare të Shqipërisë me organik kombëtare në njerëz dhe vendodhje jo më në Rom, kryeqyteti i Italisë, por Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë. Urdhëresa po ashtu vendosi që paratë emetuara prej BKSH-s të njiheshin si monedhë ligjore edhe në Kosovë dhe Dibër, dhe për këtë BKSH do të jepte shtetit shqiptar një shumë prej 10 milion franga shqiptare si paradhënie. Qeveria dërgoi pranë bankës ekspertin e saj teknik Dimitar Paskon, i mirë njohur si kundërshtar i koncesionit italian për bankën. Gjermanët morën rezervën e arit të monedhës shqiptare që ishte depozituar në Rom dhe transferuar në Berlin. Dimitar Pasko, në kujtimet e tij më 2 nëntor të 43-shit, shkruan: Gjermanët kanë marrë nga Roma klishet e Bankës Kombëtare 135 dhe i kanë shpënë në Berlin. Kanë marrë edhe arin ton, rreth 8.4 milion franga shqiptare. Sipas dokumentacionit që ka në arkivin e bankës dhe në arkivin e shtetit, dhe unë jam marrë me të sepse kam studiuar dhe kam shkruar për këto, në fillimin e luftës së dytë botërore në Shqipëri, do me të fillojnë përpara se që fillojnë euro, fillojnë në 7 prill të vitit 1939, llogaritet që kishte rreth 2 ton 2470 kilogram ar, që është një rezervë shumë e madhe. Asnjë nga bankat përreth nuk kishin kaq.
Një tjetër kundërshtar i fortë i koncesionit italian për bankën ishte edhe Medi Frashëri, që u zgjodh kryeministër. Më 30 janar të 44-s, me nismën e Frashërit u thirr një takim i sipërmarrësve vendas, në të cilin u vendos krijimi i një shoqërie shqiptare të ngjashme me atë të Sveas, që do të quhej SAPRES, Shoqëria e Përgjithshme për Zhvillimin Ekonomik të Shqipërisë. Kjo shoqëri, ndër të tjera, do të krijonte një bankë emetimi, duke i dhënë fund marrëveshjes koncesionare të 15 marsit 25 mbi PKSH-n dhe duke vënë në vend të drejtën e popullit shqiptar. Gjermanët për interesin e tyre e përkrahan kombëtarizimin e bankës në qershor të 44-s dhe qeveria paraqiti projekt ligjin për kombëtarizim. Drejtimi që mori lufta i bëri të pavlefshme këto plane. John Kamsi shkruan: në nëndor të vitit 1944, nëndori i fateve të Shqipërisë, Banka Kombëtare uli qepenat. Pavarësisht gjithë zhvillimeve të vrullshme të kohës, kundërshtive dhe ngjarjeve të paparashikuara në 20 vitet e koncesionit italian, banka ja doli të kishte një histori suksesi. Banka u bë shtyllë e konsolidimit të shtetit. Edhe pse ishte një bankë e kontrolluar nga italianët, të cilët përpiqeshin ta kontrollonin politikisht shtetin shqiptar, përsëri ajo shërbeu si një element shtyllë kryesore e konsolidimit të shtetit dhe modernizimit të shtetit. Par mas 100 vitesh, sigurisht duhet vlerësuar ajo sipërmarrje nga të gjithë palët, qoftë nga ana politike, qoftë nga ana, po themi, e biznesit që e ka mbështetur. Duke parë aktivitetin e bankës nga viti 1925 deri në vitin 1939, në fund. Duke parë dhe nga këndvështrimi sotëm joni është këndvështrimi i interesave të shtetit shqiptar, i stabilizimit të këtij shteti dhe i forcimit të shtetit, dhe i progresit ekonomik, social, politik, institucional mbi gjitha të shtetit shqiptar, sigurisht që banka ka qenë një fitim i madh. Pra bilanci del shumë pozitiv. Mesi viteve 1920 në Shqipëri dhe besoj deri në fillimin e luftës dytë botërore, Shqipëria hodhi bazat e një sistemi të mirëfillt të ekonomisë së tregut, bazat e një shoqërie kapitaliste, jo vetëm thjesht në sistemin financiar, por themeloi dhe konsolidoi financat publike, ndërmori një program të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik, filloi në shëndoshja dhe krijimi i sistemit bankar dhe të kredisë, kështu që në një vend që vinte nga një mungesë e theksuar tradite dhe burimesh, ky episod historik mendoj që përbënte një bazë të suksesshme, të jashtëzakonshme, që nëse Shqipëria do të kishte vazhduar të përqafronte modelin perëndimor zhvillimit, pa diskutim që historia e Shqipërisë dhe ekonomisë së Shqipërisë sot do të ishte krejt e ndryshme. Në fillim të 1945-s, ashtu si i gjithë vendi, edhe Banka Kombëtare Shqiptare ishte në prag të zhvillimeve të pamenduara më parë. E ardhmja kishte rezervuar ndryshime rrënjësore. Banka bëri një formalizim dhe një konceptualizim të funksioneve financiare në një shtet, Banka e Shqipërisë. Pastaj dihet pushtimi dhe më pas situata ndryshoi.